Ka thënë që? Po, ka thënë. Qa thot? Për që ka thënë të mjë më? E qartë, më pëlqen shumë që je në një humor të mirë. Si do t'jetë e ardhmja e afërt për ty, Julian? Ishtë marim valizhe dhe zjarë. Valigjet, sërisht. Apa, s'ka me kuptim këtu. Do t'jesh i vetmi, është një ndjesi e jotja kjo, apo edhe i gjithë komuniteti fermerëve? As një fermer nuk ka me mundësi që të mbjelli për vitin tjetër. As edhe një. Pra dhe sezoni ardhshëm, bujësar? Jo. Bile me jemi në bërshli, ka shi ati të farës, se kemi faturat pashluera prej 2 viteshe. Që kemi pra është prishme gjithë sistemi ekonomik aty? Po. Do me thënë, mirë kushlej, do me thënë, farë patate me lega borshë nëve, të s'ka shpresë. A ka shumë të tjerë që janë kështu me fatura brënda? Po. A për gjithë praktika e zonës? Të gjithë, pa përjashtim, asnjëri. Më sluvdojt asnjëri të tërë janë kokë e kanë, kush 50, kush 100, kush 20, kush janë tërë borshë. Do t'jetë një verë dhe një vjeshtë interesante nga Maliqi, me sa kuptoj. S'ka me as verë, as vjeshtë me këtu. Për prodhim me njërë, nuk bëhet fjalë. Mirë kush punon, edhe lumë kush spionon. Mirë kush punon dhe lumë kush spionon? Po. Julian, do duhet të kemi për ditë në emision me këto. Vërtet, po. E ke shpesh këtë volum, apo vetëm tani nga mlefi i tragjedisë që ka ndodhur? Po. Po nga halli nga tani në fjalët. E kuptoj, Julian, dhe me gjitha e vlerësoj edhe përpjekjen tënde për të ruajtur njerëzin dhe njerëzilëkun